Pun ka, po s'ka profesionist për t'iste ky sharlatani para 10-12 vjetësh, 13 vjetësh, Edi Rama, kur erdhi në pushtet. Filloi duke thënë se do bëjmë arsimin profesional model. Hapi sa qendra, shkonte nëpër shkollat profesionale, jo po elektricisti, jo po mekaniku, jo po rroba qepsja, kujtun gjitha. Gjithë e majnë men, propagandën spektakolare ka shtyja, po them nga 2014 deri në 2017, pjesën më të madhe të kohës është marrë me këtë punë. Arsimi profesional, arsimi profesional, arsimi profesional. Ka 14 vjet në pushtet, e ka marrë një fëmijë në klasë fillore, ka marru ciklin 9 vjeçar, ka marru dhe 3 vjet gjimnazin, dhe i biqi ka marru dhe ja 2 vjet, pra mund të jetë në vit 3 bachelor, një fëmijë që ka hyrë në klasë parë në këtë pushtet. Po qa thonë dhënat? Se përtej asaj që e shifni si sharlatan, njëherë në Estonie, njëherë në Kore të Jugut duke fol atje andralla, duhet me pa shifrat, që vetë instati i këtyre nuk i fsheh dot më. Në dhënat e fundit që kanë nxjerrë instati, del se 52% e grave dhe 44% e meshkujve shqiptar janë me arsim 8 ose 9 vjeçar. A e kuptoni çfarë do të thotë? 44% e burrave mbi 25 vjeç po themi. Edhe 52% e grave, po e kësaj grup moshe, janë pa shkollë. Arsimi profesional, qëllimi i arsimit profesional, që e bëjnë vendet përreth, e kemi shifrën më të frikshme në rajon, 25% e ka Maqedonia, Shqipëria e ka 52 për gra dhe 44 për burrat, Maqedonia e ka vetëm 25%, gjys për gjys. Arsim profesional do të thotë që qeveria të hapte shkollat profesionale, ti ridimensiononte shkollat profesionale, ti stimulonte me fonde, që njerëzit shkonin edhe të bëheshin profesionist. Kjo nuk ka ndodhur. Çfarë ndodh me shkollën profesionale në Elbasan për shembull? Në Korçë që ka qenë një shkollë mesme profesionale, në Vlorë, në Shkodër nuk e dija ka pas apo jo, në Durrës ka pas një elektrike. Pra shkollat profesionale, ku janë shkollat profesionale që i premtoi Edi Rama? Për ta kuptuar këtë, është shumë e thjeshtë. Ai e do popullsinë kështu. E do popullsinë, ju do juve, sa të hapni telefonin e ne të bëni scroll, kështu, të shifni ato postimet e ati, të dini të lidhni 2 gërma, edhe t'ju shplajnë trurin, siç po e bën prej 14 vitesh. Rreziku më i madh i ekonomisë shqiptare është kjo. Kur ke mbi gjysmën e popullsisë, ose rreth gjysmën e popullsisë ke meshkuj dhe mbi gjysmën te gratë, pa shkollë, pa arsimum. Këta nuk janë me dëshirë ignorant. Kjo kategori popullsie. Këta janë të imponuar, u është imponuar që t'jenë ignorant, se vetë nuk kanë mundësi me u arsimu, shtetin nuk i ka stimulu. Kishte edhe një vend tjetër sot që thoshte në Shqipëri ka rënë numri i diplomave të shpërndara, se domosdo shkon mashtrimi deri diku, po nuk ecën gjatë mashtrimi, sepse kuptohet. Shkon shkollë, pyet sa diploma kanë dhënë vjet, sa kanë dhënë si vjet, sa kanë dhënë par vjet, para 2 vjetësh, para 3 vjetësh, para 15 vjetësh, para 10 vjetësh, edhe
e kupton se çfarë është shpopullimi, të cilin ky mundohet ta fsheh. Edhe shkon tani si sharlatan, në Europë, në Azi, siç duket po bëni xhiro të fundit si kryeministër ndoshta, dhe shet mend atje. Atje në Kore të Jugut, se tash e bëni, në Kore të Jugut ka filluar me etall ata, se Korea e Jugut është një nga vendet më të avancuara në botë, edhe Estonia, nga vendet më të avancuara në botë për teknologjinë, për inteligjencën artificiale, për teknologjinë. Shkon një idiot, një sharlatan që vetëm se di me fol, di me mashtru bukur, kujton se siç mashtron shqiptarët, siç mashtron këtë përqindjen që e ka me shkollë 8 vjeçare, mund të mashtrojnë edhe koreano-jugorët, apo mund të mashtrojnë edhe estonezët. Edhe tregon atje djella ime, inteligjencë artificiale, e kemi thënë dhe herë të tjera, nuk di një popull i parësimuar, një popull pa shkollë, nuk i hyn punë dreqit, jo inteligjencës artificiale, nuk i hyn punë inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale është një mjet që mund ta përdorin njerëzit e shkolluar, një mjet ndihmës, që të leson punën e kujdiun, po jo kur s'ke njerëz, ç'a do bësh? Tani, po e lexoj këtë pjesën për grup moshat, pra 52% e grave dhe 44% e burrave mbi 25 vjeç që janë pa shkollë, janë pa arsim profesional. Kjo qeveri nuk i ka stimulu që të futen të arsimohen, nuk kanë paga të mira, në një që punon punë krahu hamallshe, edhe nuk kanë ku kërkojnë punë. Kjo është një nga rreziqet, një nga alarmet më të mëdha për ekonominë, sepse njerëzit që kanë një arsim profesional, njerëzit që kanë një shkollë të lartë, ashtu çal, kanë ikë jashtë. Po edhe këta është një kategori njerëzish që ikin jashtë, vazhdojnë të ikin, varfërojnë Shqipërinë dhe shihni auditorët e shkollave, universiteteve, se si po boshatisen. 2-3 universitetet të huaja, po themi, private në Shqipëri, kanë fut ca programe që kanë marrë ca shkollë, ca studenti indianë, kujtu nga Azia, që s'ka lidhje fare, domethënë, tregu, ja do i marrin lekët 2 vjet, 3 vjet, një kategori e caktuar, dhe janë drejt falimentimit edhe ato, sepse nuk janë shkolla, janë diplomore. Edhe thot për anketën, kjo strukturë arsimore, pra ky lloj arsimimi i popullsisë, nivel arsimimi i popullsisë, shpjegon pjesërisht vështirësitë në rritjen e pagave dhe vështirësitë e bizneseve për gjetur staf të kualifikuar, pra ajo që thash pak më parë, duke e mbajtur ekonominë të fokusuar në sektor me vlerë të shtuar të ulët. Rezultatet e anketës së ndërmarrjeve që publikoi së fundmi, e pas ka publikuar dhe Banka Botërore, treguan se shqetësimi kryesor i sipërmarrjeve, pra i bizneseve, është mungesa e aftësive të punojësve, janë pa aftë. Nuk din, nuk kanë faj që nuk din, po nuk din. Shanset për aftësimin e tyre janë shumë të ulta, pasi Shqipëria ka pjesëmarrje, gjojeni këtë, ka pjesëmarrje shumë të dobët në trajnime dhe në të mësuarit gjatë gjithë jetës. Ky është në fakt edhe një problem shoqëror, se këtu mbi 90% e shoqërisë i ka mbyll, edhe ata që kanë shkollë i kanë mbyll librat, kapakun e librave ditën që kanë marrë diplomën. Këta i kanë mbyll qysh në klasë 9, menojeni vetë tani. Jemi popull që i dim që i mësojmë gjërat, nuk mësojmë në mënyrë sistematike. Një nga punët më të lodhshme që mund të ketë për njeriu është leximi. Nuk lexojmë ne. Leximi nuk do të thotë vetëm lexosh libra, romane, letërsitë, lexosh të aftësohesh, pra të shkosh në një shkollë profesionale, të marrësh i zanat, por edhe shteti
nuk ta jep këtë mundësi. Ka dështu arsimi profesional në Shqipëri, propaganda e Edi Ramës për arsimin profesional në Shqipëri, ka dështuar. Ka dështu në mënyrë spektakolare. Edhe këtu shpjegohet pastaj edhe një pjesë e mirë e komenteve, me qa niveli janë, me qa mediokriteti janë, për shumë që i lexoj unë, për shumë kur më bëjnë në rrjetet sociale, në Facebook, ose edhe në YouTube, se këta din vetëm televizin gishtin në të xhami telefonit. Fort aty i dal unë, për shumë, dhe flas, bëj kritik, ose them në gjë që s'ju pëlqen atyre për pushtetin, edhe aq din ata, me hyjtë te komenti edhe me komentu, me mbrojt pushtetin i cili një natë më parë, në darkë, ose edhe natën tjetër pasu, se u shplan trurin me mediat tradicionale, me larot që pagun, me honorare që dalin në për studio televizive, se cilin në studion përkatëse, edhe bëjnë ham atje dhe ju shplajnë trurin juve. Vendet e tjera, po e marrim edhe me dhëna, në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut, përqindja e popullsisë mbi 25 vjeç, vetëm me arsim fillor, është dukshëm më e ulët se në Shqipëri, nën 25%, pra e kanë poshtë 25%, ose thënë ndryshe sa gjysma jon, më pak si gjysma jon. Kosova ka fillu të ketë, se Kosova ka pas probleme lufte, ka pas probleme shtetformimi, sa ka hyrë në rrugën e stabilitetit shtetëror, vitet e fundit ka pasur rritje të fokusit në arsimin profesional. Ecin ata. Kosova ecën. Kosova ka përndalon mrapa neve 100 vjet. Dohon, po them të paktën për një dekadë, do ecaj shumë Kosova sa do na lëj neve 100 vjet mrapa. Në Shqipëri, këtë punë e ka popullsia e parësimuar për kompanitë teknologjike, ja se dolëm këtu. Se prandaj e nisa këtë se mund në verit, kur e pash në Tallinn, që bënte si llafaqen atje, e bën një video më përpara për këtë, dhe tani në Korenë e Jugut. Jep mend ky hajdut që e ka përdor inteligjencën artificiale, e ka përdor zhvillimin teknologjik që du të kishte veni vetëm për të vjedh. Ka ndërtu akshin, e ka kthy në një minjer hajdutërie për familjarët e vet, për rrethin e vet të pushtetit e për tarafin e vet. Ky lloj niveli arsimimi, pra që kemi, e rrit varfërinë. Personat, e thot kjo, s'ka nevojë me e thënë Banka Botërore fare, personat që janë pa shkollë, janë të parët që humbasin një vend pune. Personat pa shkollë janë personat më të keq paguar. Pra, po s'pate shkollë, minimalisht në Shqipëri është më e vlefshme një shkollë profesionale, të kesh një zanat, se sa të kesh një universitet. Por ne nuk kemi këtu zanate, sepse nuk i do shefi këti, edhe gjitha mediat merren me vizitat e tij kur flet ky si sharlatan në takime ndërkombëtare që bën andej, edhe lavdrohet kot, mbulon vjedhjet, edhe shqiptarët ngelin në tako siç kanë ngel për herë. Kemi raste që fermerët, për shembull, në fshat, që mund të ishin trajnu fëmijët e tyre që kanë pas maruar, se kryesisht një pjesë e mire të parësimuarve janë edhe nga fshati, ti trajnojën, ti fusin në për shkollat mesme profesionale bujqësore, ka pas në Lushnjë, ka pas në Korçë, ti ringrinin këto, po kush do i ringren, thoni ju, se profesori imi i Universitetit Bujqësor shkoi i lëpihet Edi Ramës. Për ty e kam profesor Bardhin, që ose në ndjon,
se e di që edhe në nëngjon, dhe nuk punonin që të aftësojnë profesionalisht fermerët. Edhe pastaj thonë, jo po hodhën pesticide shumë, jo po hodhën plehra shumë, e shkatrojnë, po të kenë shkollë profesionale ata, din të përdorin këto, po din të bëjnë edhe llogaritë se sa duhet të jetë çmimi i naftës, sa duhet të jetë çmimi i pesticideve, sa duhet të jetë çmimi plerave kimike, gjitha me radhë. Uzina e industri nuk ka si shkatroj ky me sukses. Edhe ju lutem shkoni pyesni për shkollën profesionale të Elbasanit, shkoni pyesni për shkollën profesionale të Durrësit, sa është numri i nxënësve që shkojnë atje, çfarë ndryshimi ka pas, edhe sa efekt ka dhënë, ose kush është rezultati i propagandës, po them më mirë se sa i investimit i propagandës që ka bëu Edi Rama me sloganin e famshëm punë ka po s'ka profesionist. 14 vjet në pushtet. 14 vjet në pushtet, pse nuk nxori profesionist? Pse vazhdon Shqipëria nuk ka profesionist sot, nuk ka saldator, nuk ka elektricist, nuk ka hidraulik, nuk ka teknik që rregullojnë frigoriferat, e kujton çfarë janë këta, ku përfshihen, nuk ka teknik të mesëm, nuk ka agronom me shkollë profesionale, agronom me shkollë të mesme, të mbrojtjes bimëve, të hortikulturës e gjitha. Pse? Pse nuk i ka Shqipëria? Ku vajti slogani punë ka po s'ka profesionist? Pse nuk i prodhoi profesionistët? 14 vjet, edhe sa vite duhet rinë pushtet ky që të nxjerr një brez ose të filloj të nxjerr breza profesionistësh në këtë vend. A e kuptoni ku jeni? A e kuptoni se si e ka shkatru këtë vend? Edhe ajo që është më, se po e mbyll, ajo që është më e frikshmja, nuk është dëmi që na është bërë deri tani, dhe është dëmi që do na bëhet në të ardhmen. Po futemi në kohën e gjeneratës Z me ignorancë, të parësimuar, të papërgatitur. Ata fqinjët tanë edhe bota rreth e rrotull ka hyrë te gjenerata Z. Ne jemi ke gjenerata ati, si ka me emër zogu, ai Albatros Rexha që pa të bëj një libër, Zonja Z, domethënë ne jemi te Z-ja e Albatros Rexhait dhe te Z-ja e Noizit e te Z-ja e Edi Ramës. Aty është shoqëria jonë, aty është rinia jonë, nuk di të krijojnë, nuk di të prodhojnë, nuk di të mendojnë. Edhe çfarë do presësh pastaj? Megjithatë, secili ditë i bëjnë vetë llogarit. Unë nuk më gjen gjë fare se më shani këto që thash janë dhëna publike, janë dhëna të Bankës Botërore, janë dhëna të Instatit, nuk i gjenin media, as në për portale, as në për media kombëtare, se nuk i japin, nuk duan t'i japin, se edhe mediat e duan konsumatorin e tyre, e duan ndjeksin të pa arsimuar, e duan ignorant që t'ja shplajnë trut më kollaj për llogarit pushtetit. I intereson edhe medias kjo se harxhon më pak energji, sepse nuk është e lehtë i mbushësh mendjen një shoqërie të arsimuar. Nuk është e lehtë të manipulosh një person me shkollë të mesme profesionale kur del flet ky për bujqësinë. Nuk është e lehtë, nuk i manipulon dot. Kur del flet ky për po të kesh i teknik ndërtimi të mesëm, domethënë nuk është e lehtë ta manipulosh. Po të kesh një hidraulik edhe i elektriciste kur flasin për prallat me zhvillim energjetike, me zhvillim infrastrukturore, ku di unë, nuk është e lehtë. Kështu që këta i duan njerëzit ignorant, edhe ashtu po i prodhojnë. Po prodhojnë një kategori njerëzish të paditur. Dhe mos harrojmë, lavdrohet në përbot, vazhdon lavdrohet në përbot, por ka një javë që Albania nuk punon. Futuni edhe flisni me diellën.